Bislimi. Mirë se erdhe. Knatësimet për të në studio, falenderit për kohën. Hajde të lutem, trajtohemi tek këndi i bisedës, kështë vendi për ju. Falenderit shumë. Si e gjete Kosovën? Mirë. U jenë shumë mirë që të kam sot këtu, të flasim për rrugtimin tënd profesional, por ndër të tjera edhe këtë këndvështrimin tuaj e jetës larg Kosovës. Nuk e di, po të ndjehet i huaj vendi, sa do e rënd që mund të tingëlloj kështu si pyetje, por nga përvoja me plot bashkëdhetar që kanë ardhur në studio, këto vizitat kurs janë të mjaftueshme. Zakonisht u thoj shpesh për Kosovë, i kam prindrit këtu. U thoj 5-6 herë në vetë. Edhe nuk është që jam shku para shumë kohë atje, kështu që ndihem si në vendin tem. Plus e paske gjysmën tënde më të mirë këtu, prindrit, më shumë fat që i keni, besoj për ata këto ditët e shkuarjeve më mbrapa në Norvegji janë më të rënda, të? Po, pa tjetër, ka qenë sfiduse. Fillimi, po ashtu vendimi, fillimisht deri sa kena vendosë familjarisht që me vazhdu rrugtimin tam në aspektin profesional, edhe zhvillimin tam atu tjeshëm në aspektin profesional, me qëllim që një ditë këta jem Kosovë, ta jep kontributin në vendin tim. Kjo është qëllimi, po shpresoj që ka më lësu rruga matutje që më këthy edhe me vazhdu kontributin në Kosovë. Do ta flasim ndërkohë edhe këtë sa pranë këtij qëllimi jeni dhe cilat janë fokuset e juaja të kontributit, ku e shihni vetën në potencial më shumë për të kontribuar në sistemin shëndetësor në Kosovë, por me që po flasim për prejardhjen, për rënjët, ati ku gjithë shka nisë, unë thashë edhe për shikuesit, ju jeni nga Akademia e Lipjanit, më saksisht. Qa kujton nga ajo periudhe viteve tua të jetës e një djali të ri që si çdo i ri në hallet e kohës të cili? Po, zakonisht kam kujtime të bukura fëmijërore me bashkëmoshatarët e mi në fshatin Gadime. Kam kujtime bukura në aspektin edhe festave, qoftë familjare, qoftë festave që kemi të njohura. Nuk kam kujtime të bukura me mësuesin tim, i cili ka qenë edhe kam qenë veçanërisht i lidhur me të, tash më i ndjerë, Milaj Maslani, po ashtu ka qenë një përvojë, domethënë edhe në aspektin që mas më tutje kam vazhdu shkollimin në shkollën e mesme të mjekësisë në Ferizaj. Më është dashur pak me ndryshu ambientin shoqëror, po gjithçka ka shku mirë. Nuk kam diçka kujtime jashtë asaj fëmijërore që është si normale të çdo fëmijë. Dëshira për të bërë mjek. Erdhi shumë herët, në një fëmijëri po themi krejt të hershme, u pasua ose ndikua nga dikush në familje, kryesisht të rastet e mjekëve për cilën me një traditë familjare. Zakonisht të aspekti familjar nuk është që kemi pas, po mendoj një udhëheqje apo një presion që me zgjedh një drejtim të caktuar. Dëshira për mu bë mjek ka qenë si fëmijë. Po në atë kohë kam pas edhe një dëshirë tjetër me studiu dhe juridikën, po me kalimin e kohës dëshira për me studiu juridik or zbej. Edhe motivi kryesor ka qenë që të jem një shkak, një arsye që shpëtoj jetra njerëzish, edhe kjo është përforcu gradualisht me kohën, po ka qenë si dëshirë edhe si motiv fëmijëror pa u ndiku nga rrethi familjar ose më gjëra. Më shumë e kisha mos ka ndonjë trashëgimi është dikush në familje mjek, se sa nga aspekti kështu imponimit të drejtë. Jo, kam kushërit që kanë qenë mjek, mirë po në rrethin e ngushtë familjar, nuk është që kam prindrit apo dikon. Nëse të pyes për një person që ka ndikuar shumë në formimin tënd, ose në drejt rrugës tënde për të definuar në profesion, kujtja ja veshim atë fajin e suksesit, le të themi? Unë besoj që prindrit janë arsyeja kryesore e suksesit prej njerëzve, edhe sidomos nana. Mendoj që prindrit janë shtytje edhe motiv për çdo fëmijë që me arrit sukseset e tyre në jetë, sepse tek e fundit na e dim secili e din që prindrit bëjnë çmos që fëmijët e tyre të shkollohet edhe
do të thonë të realizon dëshirat e tij, matutje. Kështu që prindërit janë arsyeja kryesore, mirë po edhe rrethi i ngushtë familjar nuk muj me mohu sepse kam pas përkraje të madhe dhe prej vëllezërve, sidomos në aspektin financiar, qoftë për gjatë shkollimit të mesëm, po edhe për gjatë studimeve derisa jam pavarësuar në një farë mënyrë në aspektin financiar. Gjatë periudhës së studimeve, kishe hase ndonjë sfidë, jo domosdoshmërisht të studimit, po në plot raste edhe sfidat personale ndinjt na ndikojnë shumë në rrugtimin profesional. Nuk kujtohet diçka që pas sfidat të jashtëzakonshme. Sfidat kanë qenë zakonshme në aspektin e provimeve të zakonshme. Unë edhe pse Lipjani është afër prej Prishtinës, kam pasur zgjedhje me banu Prishtinë, me qenë më afër studime, më afër bibliotekës, më afër, do të thonë aty në gjëra praktike në spital që i kemi realizuar. Edhe jam mirënjohës, do të thonë ndaj gjithë atyre që kanë kontribuar në formimin tonë si student, masana edhe si mjek, sidomos ndaj profesorëve edhe asistentëve në fakultetin e mjekësisë që kanë voçmos me dijen e tyre më na formu jo vetëm në aspektin profesional, por edhe në aspektin humanistik, njerëzor, sidomos me treguar empati ndaj pacientit edhe mënyra komunikimit me pacientin. Këto kanë qenë sfidat kryesore në lidhje me mjekimin e, domethënë, pacientit, por gjatë studimeve me pas se si një profesor ose se si një doktor me përvojë trajton një pacient, respekton një pacient edhe komunikon me një pacient. Si ishte me i pa nga afër? Ka qenë e vështirë, disa raste kirurgjike për shembull, ose disa raste kur fëmijët kanë qenë të shtrirë në spital, ka qenë në aspektin emocional i vështirë, por me kalimin e kohës jemi adaptu edhe kemi marrë një energji shtesë apo një motiv shtesë që me vazhdu matutje, që nesër të jemi në pozicionin e këtyre mjekëve edhe ta trashëgojmë edhe ta vazhdojmë rrugën e tyre në mjekimin edhe pacientëve. Atë kohë kishit bërë edhe specializimin në ortopedi në mos gabohem, a? Fillimisht kom punu si mjek familjar në Shal, është një fshat në kohën e Lipjanit, pastaj paralelisht kom punu si profesor në shkollën e mesme në mjekësisë aty edhe ku jam shkollu gjatë kohës shkollës mesme. Ka qenë shumë një ndjenjë e jashtëzakonshme se i kom taku profesorat që ata më kishin dhënë mësim paraprakisht, po gjatë kësaj kohe u hapën disa vende të lira për me specializuar dhe mora drejtimin e ortopedisë. Po gjatë kësaj kohe isha edhe në pritje një licencë të përkohshme nga drejtoria e shëndetësore e Norvegjisë, që me shku në Norvegji, pastaj edhe me fillu procedurat për me marrë licencën e përhershme. Kështu fillova specializimin në ortopedi, mirë po nuk e kom përfundu specializimin në ortopedi, pasi që e mora licencën e përkohshme, vendosa të udhtoj në Norvegji për më zhvillu në aspektin profesional ma shumë. Dhe këtu u bajo kthesa, po konsideroja. A i vendimi sa do i vështirë që ma përmende në fillim, në që besoj të ka ngellë si gjë në mendje kur u kumtove prindërve që ajo që po prisnit tani më ka ardhur është drita e gjelbër që mund të vazhdoni për Norvegji. Cilat kanë qenë fjalët e para atyra i kujton? Ka qenë diçka konfuse edhe për mu, për shkak që nuk është që i kom njoftë rregullat të mirë se çka më pret, do të thonë, Norvegji. Gjatë kësaj kohe më ka dashur me pas pak më shumë informacion para se me marr një vendim jetësor. Llogarisht që është njëra prej vendime jetësore. Pasi që kam marrë pak më shumë informacion se cilat janë procedurat që më presin atje, i kom njoftu prindërit e mi, kom njoftu bashkëshortën time. Vajza ime ka qenë e vogël në atë kohë, po ka qenë vendim i vështirë edhe për prindërit edhe për mu, po edhe njëkohësisht për familjen tem bashkëshortën, për shkak që është një periudhë sfiduese jashtë vendit që Pra, që të gjithë bashku u zhvendosët qysh në fillim, apo i këti një herë? Jo, mas pari ka qenë, është dashur unë me shku, me marrë autorizimin ose licencën e përhershme si mjek, me punu si mjek, pastaj me pas drejtën me marrë familjen e ngushtë, familja ngushtë llogaritët bashkëshortja dhe fëmijët. Se gjatë asaj kohe na e dim që për me udhëtu në shtetet evropiane, ose në shtetet Schengen, që është Norvegjia njëra prej tyre, është dashur me pas vizë. Më ka dashur me punu si mjek para se me pas drejtë me marrë bashkëshortën dhe fëmijët. Çka të priti atje? Cilat mund të themi që ishin disa prej
atyre befasive nëse kishte tilla, sa do që ti po më thua që u kujdese shumë mirë të marrësh informacionet e nevojshme se çka të pret, por megjithatë një sistem po besoj krejt tjetër shëndetësor edhe me të cilin edhe mund të ketë zënë befas në ndonjë moment, por çka ishte ndryshe sistemi shëndetësor në Norvegji? Fillimisht, para se më marrë autorizim, më është dashur mi kry disa provime për me marrë autorizimin e përhershëm para datës në janar 2018, ndërsa unë udhtova në vjeshtën e vitit 2017. Kështu që ishte koha shumë e shkurtër mi kry këto provime para se me hynë fuqi rregullat reja, ku u bëjke shumë vështirë. Mirë po, pas një punë intensive, arritëm mi kry këto provime në dhjetor, dhe më thanë, vitit 2017, kështu që nuk erdhëm të rregullat e reja të vitit 2018, se u bëjke shumë vështirë. Kjo ishte një kohë rekord që prej rallë kujt mund të arrihet, a? Po shumë, ka qenë shumë sfiduese, ka qenë shumë stresuse, po shqyqër Zotit në manë fundu arrit. Pra po flasim vetëm për 6 javë në total? Po, dikon 6 javë ka qenë, kështu, 4 provime kanë qenë, për 6 javë, mirë po, kam pas shoqëni atje dhe shqiptar, ne kemi qenë të parë që kemi në bibliotekë me mësua dhe të fundit që kemi darë, kështu që ka qenë periudhë stresuse, po njëkohësisht edhe shumë e bukur. Pastaj kam fillu me punu si mjek, edhe sfidat kryesore nuk thyte për pyetja jote, si mjek kanë qenë të sistemi shëndetësor norvegjez, për shkak që sistemi shëndetësor norvegjez me sistemi shëndetësor në Kosovë ndallojnë shumë. Qoftë prej sistemit primar, sekundar, deri te sistemi terciar, dallojnë shumë. Norvegji është gjithçka elektronike, qoftë edhe një paracet më shkruan një pacienti, që është i shtrim apo që është në shtëpi, duhesh me dokumentu pse e ke jap ato. Për me mësu këto sisteme elektronike, ka marrë disa ditë, po ka kalu edhe kjo, kështu që jemi adaptu tash me një ambient punës shumë të mirë, me kolegë që janë njoftën për neve dhe gjithçka shkon mirë. Në mesin e këtyre shumë ndryshimeve, po besoj që bëhet fjalë për të ndryshme pozitive që i ke gjetë në Norvegji, cilën nga këto, sidomos në fillim, derisa një adaptuar, e ke zanë vetën të thonë se kemi në Kosovë edhe na? Sistemi elektronik shëndetësor është, dhe më thanë, gjatë kohës sa kam qenë në Kosovë nuk kemi pas sistem elektronik shëndetësor, receptat janë shkruar në mënyrë manuale, dhe më thanë me shkrim, edhe nuk ka pas përpos në kompjuter që kemi shkru epikrisat ose flet lëshimet, apo edhe flet pranimet, nuk ka pas sistem shëndetësor ku dokumentohet edhe ato, do më thonë, bejt gjatë gjithë jetës a i shkrim. Sistemi elektronik shëndetësor i ka mungu Kosovës gjatë asoj kohës, sepse në momentin që ti e pranon një pacient, qoftë në emergjencë ose që punon me një pacient, qoftë poliklinik apo edhe në repart, edhe dokumenton çka ke bëu me pacientin, atëherë nesërmen që vjen tjetri mjek me punu në atë repart me të njëjtin pacient e shet çfarë pune ti ke bëu paraprakisht. Kjo e shton kualitetin e punës, përderisa e din që çdo sa dokumentohet edhe ai dokument mbet gjatë gjithë jetës. A bën kjo gati të pamundur një pacient nga Kosova të vijë dhe të trajtohet në Norvegji? Jo, po Kosova konsiderohet si një vend i sigurt tani. Pacientat që trajtohen në Norvegji janë pacientat që kanë drejt me marrë azil. Për shembull prej vendeve që janë në luftë, ndërsa prej Ukrainës na pranojnë pacienta realisht që shteti mbulon trajtimin e tyre, sidomos pacientat me llojin e kancerit të lëkurës që quhet melanoma maligne. Shteti ka si lloj marrëveshje i Norvegjisë me shtetin e Ukrainës që mi pranu këta lloj pacientash edhe me vazhdu trajtimin komplet gratis në Norvegji. Po është numër i kufizuar, do të thonë spitali jonë, edhe pse është shumë i madh, kemi rreth 7.000 punëtor në total. Numri është i kufizuar sa mundën mu pranu gjatë një viti për shembull 20 persona me smundje maligne të lëkurës, edhe vazhdo trajtimi. Por të paktën ekziston një hapësirë edhe për ta për të trajtuar. Po, ka pas pacienta prej Kosovës që kanë ardhur në Norvegji edhe kanë kërkuar azil, por gjatë kohës so kanë qenë në shqyrtim nga drejtoria e emigracionit të Norvegjisë, kam pas drejt me marrë trajtim. Nëse drejtoria e emigracionit të Norvegjisë ka thënë që Kosova konsiderohet shtet i sigurt, trajtimi në Kosovë ekziston për këtë lloj smundje, atëherë në këtë rast ka ndodhur që ndoshta shteti i Norvegjisë ka kthy këtë pacient për Kosovë që më vazhdu trajtimin në Kosovë. Por kemi pas edhe raste tjera ku një pacient me një smundje komplekse që nuk ka gjetë trajtim në Kosovë,
është pranu edhe ka vazhdu trajtimin atje. Për shkak që si Drejtoria e Shëndetësisë ka kontaktu me neve që ka ofrohet në Norvegji që nuk ofrohet në Kosovë në aspektin e mjekimit të kësaj lloj smundje. Dhe në këtë rast na e kena lajmëruar Drejtorinë e Imigracionit që kjo lloj smundje nuk trajtohet në Kosovë, është komplekse, sidomos me aspektin edhe të lehtësimit simptoma, po flas ka drejtimi jam, nëse është një pacient në stadin e fundit jetës ose stadin terminal që ka dhimbje të shumta. Në këtë rast janë disa lloje terapisë që nuk aplikohen në Kosovë, si blokada spinale, ato pumpat për dhimbje të këto. Atëherë Drejtoria e Emigracionit ka marrë vendim që pacienti mundën të mu trajtu matutjen në Norvegji, edhe pse Kosova konsiderohet një shtet i sigurt. Pra kanë ardhur edhe pacientë nga Kosova. Si reagojnë ata kur ju shohin juve ose kur ju dëgjojnë shqip? Për nga aspekti i drejtimit, tem nuk është që kam qenë me posh pacienta në atë repart, për shkak që smundjet zakonisht janë matrana. Mirë po është lehtësim shumë i madh për vetë pacientin kur e shet që është një mjek shqiptar, edhe komunikimin e ka më të lehtë, trajtimin e ka më ndryshe. Kështu që ka qenë shumë mirë për pacientin, po mirë edhe për neve personalisht që kemi pas mundësi të ndihmojmë. Jeni shumë shqiptar personal, staf shëndetësor që punoni aty? Në repartin tim nuk ka shqiptar të tjerë, mirë po në repart të tjera, në neurologji, në interno, ka shqiptar, kështu që janë disa mjek, ndoshta 7-8 që punojnë, në spitalin ku jam unë, punojnë me pacienta. Po në repartin e onkologjisë ose të repartin për smundje kanceroze janë veçëm si shqiptar. Vetëm ju si shqiptar. Dhe kur po flasim për onkologjin, pra na e sqaruat ose spjeguat rrugtimin tuaj, nisur pak me ortopedin për t'u lënë në gjysmë, erdhi vendimi për të marrë rrugën në Norvegji. Çka konsideroje kur e mendoje onkologjin si vendin e përshtatshëm për të kontribuar, si repartin dhe fushën bukur delikate, do thoja. Qa janë ato të mirat, po themi edhe sfidat si i trajnuar në këtë fushë? Po, fillimisht si mjek kur fillon specializim në onkologji ose në repartin e onkologjisë, janë sfida të mëdha, për shkak që e sheh versionin më të rënd pacientëve, sepse pacientat që janë me një smundje malinje ose kanceroze, mirë po janë me një shëndet mirë, ato nuk vinë më shtëri në spital ose në emergjencë. Në këtë rast e sheh versionin më të rënd pacientave që vinë në emergjencë edhe në repart, është pak sfiduese edhe në aspektin emocional, se tek e fundit edhe na mjekët jemi njerëz edhe është vështirë të adaptohemi kur shohim sidomos një pacient ri me një smundje malinje që është me shpërhapje, do të thonë, në organe tjera, prej tumorit primar. Po me kalimin e kohës, gjatë kohës, kur fillon me punu edhe në poliklinik, ose në klinik ambulantore me pacienta, është motivi më i madh për shkak që ato e sheh që shumica e pacientëve me kancer jetojnë, ose 3/4 të pacientëve që diagnostikohen me një smundje malinje jetojnë. Kjo për shkak të avancimit në aspektin e mjekimit, po edhe për shkak mjekimit në fazat e hershme të një kanceri, ku pacienti mbijeton. Kënaqësia më e madhe është kur pacientit ja kupton lajmin që pacienti konsiderohet që është pa kancer, mas një trajtimi gjatë disa mujor, ose edhe vjeqar. A ke ndonjë rast që të ka ngel në mendje që është nga ato rastet që thua patjetër ne si profesionistë kemi kryer 100% punën tonë, është kapur në fazë të hershme, është trajtuar si duhet, por edhe përfundoj me atë frazën kjo është mrekullia e Zotit, se si ka mundësi që kaloj një gjë e tillë. Po, kam pas rast me një paciente norvegjeze, ka qenë e moshume, edhe isha në dilema me startu me terapinë imunitare kundra kancerit dveshka, ka pas me shpërhapje ose metastaza pothuajse në gjitha organet e trupit. Aq mirë ka reagu terapia imunitare, so pas disa mujve nuk ka pas metastaza dukshme në CT. Që kjo ka qenë njëna prej shumë raste ku pacienti është konsideruar me një farë mënyrë në remision plot smundjes, edhe me një farë mënyrë nuk jem bë pishman pse kom startu me një terapi që ka qenë shumë e shtrejtë te një pacient që ka qenë
i më shumë edhe mundësit për komplikime kanë qenë më të mëdha se sa të një pacient më i. Kto janë ato rastet e vendimeve edhe përgjithësisë rëndë që bart një mbisupe, por që sigurisht u besohet edhe në fund fiton profesionalizmi për herë. Në anën tjetër një pjesë edhe studimeve shkencore që po thoja edhe në fillim për shikuesit për kancerin e pankreasit edhe të fshikëzës urinare. Është një nga pyetjet që shpesh e bëjmë, rrallë herë merr atë përgjigjen, të paktën që njerëzit duan ta dëgjojnë. A shërohet kanceri edhe në cilat raste? Kanceri pankreasit është njëri prej kancereve më të rrezikshme që mundet të ndodhin në trupin e njerit, bashkë me këto glioblastomat e trurit edhe me karcinomat neuroendokrine. Këto janë 3 lloje të kancerit që janë shumë agresive, edhe pse mundet më zbulu në fazën e lokalizume ose të lokal avansume, edhe mu operu, kanë se veç 20% e këtyre pacientëve jetojnë 5 vjetë ose mbjetojnë, do të thonë prej kësaj smundje për shkak të agresivitetit të madh që kanë. Tash janë të bosh hulumtime të mëdha, sidomos në Amerikë, në lidhje me mutacione që i shkaktojnë qelizat kanceroze të pankreasit, ka qenë edhe nëpër media kohëve të fundit, lidhje me një lloj ilaçi që është duhet testuar në Amerikë, edhe janë të bërë studime, po jo vetëm në Amerikë, edhe në Norvegji të na kena filluar me këtë studim. Është se qelizat kanceroze formojnë ndryshime gjenetike ose ato që quhen mutacione. Ashtu mutacione prodhojnë disa, domethënë, proteina që janë si formë signalizuese, edhe kjo quhet kras inhibitore, kanë emrin, edhe nëse nuk e ndalëm, domethënë qitë signal që e merr prej sipërfaqes qelizës që i çon këto sinjale deri që mund da qeliza në mënyrë pa kontrollume, atëherë nëse nuk i ndalim këto qeliza vazhdojnë mund da në mënyrë pa kontrollume. Se tek e fundi kanceri është shumimi pa kontrolluar i qeliza. Tash mjekimi po shkon në atë fazë që me stopu çto signale që i merr qeliza për mund da në mënyrë pa kontrollume. Edhe ky lloj ilaçi është tu testuar në aspektin që me rritje gjatësinë. Për shkak nëse jetëgjatësia e një pacienti me kancer pankreasit ka qenë rreth 7 muaj, tash është dyfishu deri në 14 muaj nëse pacienti e merr këtë ilaç. Mirë po, momentalisht është në fazën e testimit, edhe po shpresojmë që shumë shpejt ka marrë në përdorim edhe në Norvegji. Nuk di që ka ardhur në Evropë ende në përdorim, përderisa është vetëm në fazën e testimit. Mirë po, pacienti me këtë lloj smundje, me smundjet të kancerit pankreasit, duhet me pas gjithçysh këto lloj mutacione që me reagu, domethënë ky lloj bari kundra këtyre mutacione, domethënë që çojnë signale në mënyrë që qeliza mund nda në mënyrë pa kontrollume. Pak komplekse mekanizme punona me thjeshtësu, mirë po mjekësia po shkon në drejtim që këto mutacione domethënë mundu mi stopu, që mos me çu signale te pjesa e qelizës që është përgjegjëse për mund nda. E rëndësishme është që ka lëvizje dhe punohet vazhdimisht në drejtimin e stopimit të tyre ose të marrjes së sinjaleve më të hershme të prekurve të mundshëm. Edhe të gjithë e dim që kur ne o dikush nga familja jonë përballet me një smundje gati, shpiles kjo shprehja që gati gjithë familja bëhemi mjek në kuptimin e informacionit, sepse futesh aq thellë në internet e kudo. E këtu mandej dalim te ajo tema tjetër që shpesh herë biles nga profesionist kërkohet nga të gjithë qytetarët që mos të jenë 100% tek interneti, po t'i besojnë më shumë vetë profesionistit në një trajtim, pra një takim të tyrim fizik, në një kontroll të tyrim fizike. A është edhe ky një prej apeleve t'juja, ose a keni dëgju, keni pas raste edhe atje në Norvegji? Në Norvegji janë shumë pak shprehje. Zakonisht pacientat norvegjez janë dëzot me kontaktu mjekun qysh në fazat fillestare, nëse është një simptom, një diçka që nuk shkon me trupin e njerit. Mirë po, ata mbështetën plotësisht ajo që ka mjeku thotë. Mirë po, na e rujna, se ashtu është edhe me ligj, me rujt edhe autonominë e pacientit që me vendos nëse do në trajtim, nëse nuk do në trajtim, me respektu, me tregu empati njëkohësisht. Për në Kosovë është pak më e shprehur që nëse lexon diçka mundet me keq kuptu ato për shkak që mjekësia është shumë komplekse, sidomos pjesa onkologjisë është edhe më komplekse, është një lloj xhungle që ton kohën vijnë ilaçe të reja me mekanizma ndryshme të veprimit, me efekte anësore ndryshme të veprimit, dhe ndoshta
një pacient mund me lexu një ilaç që funksionon te kanceri për shembull i mushkrive, mirë po nuk ka ndaj efekt te kanceri për shembull i pankrasit ose te kanceri i veshkave. Pastaj vjen me atë idenë që ish dash ta përdori këtë ilaç me provu. Ose edhe kontaktojnë mjek alternativ, domethënë që nuk kanë lexuar në aspektin mjekësor ose nuk kanë studiuar në aspektin mjekësor, dhe përdorin barna ndryshme popullore, të cilat në shumë raste mund me kanë edhe dëmshme për vetë trupin e njerit, sidomos edhe për vetë domethënë qelizat normale në trupin e njerit, ku mund me shkaktu një lloj çrregullimi të ADN-ja qelizave, në këtë rast me potencu një shumim pa kontrolluar ose një ndryshim gjenetik jo dashtën dhe jo të nevojshëm domethënë të qelizat normale të trupin e njerit. Kështu që ju bëj apel të kontaktojnë mjekën edhe t'i besojnë mjekut, sidomos onkologun nëse ndodh diçka ose nëse ndodh që një pacient diagnostikohet me një smundje tran maline, atëherë ti me një farë mënyrë të kontaktojnë me mjekën edhe t'i përshtatën asaj që ka mjeku i rekomandon. Për ndryshe, gjendja mundet më bëha edhe shpesher bëhet edhe ma keq. Më thatë më herët që qëllimi juaj kryesor është që të ktheheni në Kosovë edhe të kontribuani në sistemin shëndetësor, përkatësisht në repartin e onkologjisë. Sa pranë atij qëllimi edhe si është planifikimi juaj dhe më pas me të drejtë më lind pyetja si të duket sistemi shëndetësor në Kosovë, pasi e tham edhe më herët nuk ka shumë vite që është bërë kjo shkputja juaj në Norvegji, plus që keni familjar këtu, i keni trajtuar, ka raste të shumta publike, çdo ditë rishta se kemi një tjetër anipse jo në repartin e onkologjisë që ka alarmuar të gjithë qytetarët. Kun fillu me disa përgatitje paraprake, pasi që nuk është pasi që don kohë, domethënë para se me marrë një vendim të tillë, edhe pasi ta marrësh një vendim të tillë, dëshiron kjo kohë që ta përgatitesh terrenin për mu kthy në aspektin e kushteve shtëpiake. Këto i kom rregullu, edhe besoj që me një tarmë të afërm mrena 2 ose 3 vite do të jem në Kosovë, paktën në mënyrë sporadike, ose edhe pse jo në mënyrë të rregullt, që me fillu me jep kontributin tam në Kosovë. Nuk është edhe kjo vendim i lehtë për shkak që fëmija tash kanë nisë mu rrit, atje kanë shoqërinë e ke diskutuar me bashkëshorten se një herë atje, tash hajde po kthehemi prapë edhe pse besoj që këtë kthimin e ka punë e gatshme. Me bashkëshorten kena mirë kuptim shumë të mirë, po kom bisedu me çikën e madhe, me vajzën e madhe, Merjemin. Aja për shembull, aja thotë tash i kam shoqëni ka në Norvegji edhe më vështirë është për mu kthy. Kjo është sfida e Këto janë sfida që do të mi shqyrtu në mënyrë graduale edhe me një vendim pak ma gjithanshëm jo veç në aspektin personal të timin. Po nëse e kthejmë ka aspekti familjar, me qenë se prindërit i kam këtu, është një motiv shumë i madh, po dhe nga aspekti profesional është motiv shumë i madh që me vazhdu domethënë kontributin në vendlindje, për shkak që ndoshta Norvegjia ka nevojë shumë për mjek, edhe për onkologë edhe më shumë. Mirë, po Kosova besoj që ka nevojë edhe më shumë. Ka shumë pacienta që më shkruajnë në privat, nuk jam një person që i njëroj mundësinë e parë mundu mi orientu, ose nuk muj mi mjeku prej Norvegjisë, mirë po mi orientu çfarë lloj analizash mi vao, çfarë domethënë analiza qoftë tumor markerëve, qoftë në aspektin radiologjik, CT, rezonancë magnetike, PET-CT këtu, masanej muj mi orientu edhe në aspektin e trajtimit, mas domethënë biopsisë, kështu çfarë lloj tumori është, çfarë lloj trajtimi don ky tumor, e vazhdon pastaj trajtimin te onkologi përkatës në Kosovë. Për ta përmbyllur edhe me këtë, me që të pyeta për mendimin tuaj për sistemin shëndetësor, gjendjen e shëndetësisë në Kosovë? Besoj që janë bërë përparime kohëve të fundit prej asaj që po ndëgjoj edhe që po shoh, mirë po ka vend për të bërë edhe më shumë. Sfida kryesore mbetet mundësia kufizume në aspektin financiar e shtetit Kosovës. Nuk pe tham me krenari, po pe tham prej aspektit që veç me krahasu, për shembull Spitali unë e ka buxhetin gati sa gjysma e buxhetit krejt Kosovës. Në këtë rast mundësia trajtimit në vende tjera për shkak kushte materiale shumë më e mirë
jo pse nuk kemi mjek të zot, kemi shumë mjek të aftë, qoftë që... Buxhetin të atë për kokë banore, ta kemi të qartë. Ka mjek edhe që kanë, vazhdu specializimin ose zhvillimin e tyre profesional në vendet tjera në Evropë, mirë po ka edhe mjek shumë të zotë në Kosovë që besoj që janë hero në drejtimet e tyne dhe jepin kontribut çmum në profesionin e tyne. Okej. Faleminderit shumë që më erdhe sot. Unë të dëshiroj suksese edhe më tutje. Faleminderit që e ke quar emrin e Kosovës edhe më lartë me angazhimin edhe kontributin tuaj individual si mjek, por që çdo gjë krenare për Kosovën është e përbashkët. I gëzojmë, duam që t'jemi pjesëmarrë sigurisht edhe themi ky është djalë Kosovë dhe na bën krenar kudo. Nëse ju kisha suksese në vazhdim. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Besoj që jo personalisht mirë, po ka shumë mjek, ka shumë kuadra edhe jashtë mjekësisë në Kosovë që bojnë Kosovën krenare. Edhe Kosova është një histori suksesi tashmë në Evropë. Nuk jena në atë listën më siç ka qenë në atë listën për gjana jo shumë të mira, jo shumë të farvoqme, mirë po jemi në fund të asoj liste, kështu që jam krenar për arritjet që kam bërë shqiptarët në Evropë. Jemi mirë, të mos tregohem shumë pesimiste, po kemi akoma shumë punë për të bërë dhe këtë duhet ta bëjmë bashkërisht. Nëse dhe njëherë shkëputemi për marketingu, një pres në pjesë të dytë.